Presidenti Amerikan Donald Trump ka ngritur akuza të forta ndaj presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, duke e fajsuar për fillimin e konfliktit me Rusinë dhe duke sugjeruar se ai, së bashku me Vladimir Putinin dhe Joe Biden, mban përgjegjësi për vdekjen e miliona njerëzve në Ukrainë. Nuk mund të nisësh një luftë kundër dikujt që është 20 herë më i fuqishëm se ty dhe më pas të presësh ndihmë me disa raketa, tha Trump gjatë një deklarate për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë. Komentet e tij erdhën vetëm një ditë pas një sulmi masiv rus në qytetin e Sumit, ku mbetën të vrarë të paktën 35 persona dhe mbi 100 të tjerë u plagosën, duke u konsideruar si sulmi më i rëndë ndaj civilive ukrainas për këtë vit. Trump e përshkroi sulmin si të tmerrshëm dhe shtoi se kishte dëgjuar se Rusia kishte bërë një gabim, pa dhënë detaje të mëtejshme. Mëtej, ai tha, miliona njerëz kanë vdekur për shkak të 3 personave, Putinit, Bidenit dhe Zelenskit. Edhe pse të dhënat zyrtare flasin për qindra mijëra viktima në të dyja palët që nga nisja e agresionit rus në shkurt 2022, jo për miliona. Deklaratat e Trump kanë rritur tensionet politike në Washington dhe përtej. Trump vuri në dukje se udhëheqësi i Ukrainas ishte gjithmonë në kërkim të blerjes së raketave. Kur fillon një luftë, duhet ta dish nëse mund ta fitosh atë apo jo, tha presidenti amerikan. Trump është përplasur vazhdimisht me Zelenskin që kur ai u kthye në detyrë këtë vit, dhe më herët po ashtu është dukur se ka fajsuar Ukrainën për fillimin e luftës.